ishte dhe është një ndër personazhet që do të bashkëpunoj me mua me ne në këtë emision. Me mua është Gersa Rudha, përshëndetje, dhe profesor Ndriçim Kulla, i cili është një nga, po themi, intelektual që ka pikasur më herët nga të gjithë të tjerët atë që pritej të vinte me shkëlqimin e Gersa Rudhës. Profesor, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me ne këtu. Faleminderit. Gersa, ju patët mundësi që të gjeni veten intelektualisht, akademikisht, duke kaluar, duke ecur për një urë që të çojë nga Divjaka, nga Lushnja në Bukuresht. Si u bë mundur kjo? Tani kjo gjë u bë mundur në vitin 2017, kur unë me anë të ndihmës së një djali, i cili arrin që të krijojë një urë komunikimi midis studentëve që janë me origjinë rumune nga Shqipëria, të arrin të përfiton një burë studimi për në universitetet e Bukureshtit, në Rumani. Jo vetëm në Bukuresht, por në qytetet e tjera. Pra ju jeni me origjinë rumune? Me origjinë rumune, po. Por në fakt, jeni shqiptare, apo jo? Shqiptare, po. Dhe cilët ishin rezultatet tuaja në, po themi, shkollimin e derirateshëm, shkollimin e mesëm? Atëherë unë shkollën e mesme mbarova me rezultatin 9.7 për të vazhduar pastaj studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja për gjermanisht dhe anglisht në Universitetin e Bukureshtit me notën mesatare 9.7. Notat janë thjesht vetëm piketa, nuk janë, domethënë se apo nuk janë ato gjithçka për treguar suksesin e një individi. Dhe ju kështu ndoqët një rrugë që në fakt e kanë ndjekur shumë figurat të rilindjes sonë kombëtare. Në Bukureshti ka qenë një lloj stacioni, apo jo, profesor? Bukureshti ka qenë një lloj stacioni atyre rilindasve tanë që kanë shenjuar pra kombin ton në fillim në fund të shekullit të 19 apo në fillim të shekullit 20. Dhe Gersa në këtë kuptim nuk shkoi në një vatër, po themi, të mendimit i cila ishte e panjohur për Shqipërinë apo për kombin shqiptar. Kjo në fakt ka një ngjashmëri, është e plot ngjashmëria, sepse Gersa vërtet nuk ka arritur ato sukseset që kanë arritur rilindasit tanë, të cilët kishin themeluar një vatër të rilindjes tonë kombëtare, që ishte në Bukuresht, e cila ka dhënë kontribute shumë të mëdha për kombin shqiptar, por ka shënjuar një fillim të tillë, domethënë, dhe kjo duket nga jo vetëm në radhë parë, kjo duket që Gersa ka shkuar atje, po unë kam një këndvështrim tjetër që syti ka nga Shqipëria, domethënë, se gjithmonë më kujtohet ajo shpreha e Branko Merxhanit që dashuria e Ardeut nuk vjen nga kurbeti, thot, po dashuria për Ardeu nuk vjen as nga bjeshtë e Malësisë, as nga shkrepat e Kurveleshit, po vjen nga kurbeti. Domethënë, është bërë më patriote, sepse kulturën njeriu e krijon. Dhe pse them që ka një fillim të mbarë dhe ka një ngjashmëri me ta, domethënë, sepse po të lexosh për shembull jetën e Lazgushit, po të lexosh po shikon ka një ngjashmëri të tillë, domethënë me të gjithë ata rilindas që shkojnë jashtë, edhe te Qerem Çabejt u marr ka parasysh vitet 30, e kupton? Kjo ka vajtur me qëllim që tani u mendoj se është bindur duke parasysh edhe shumë hapa që ka hedhur, është e strukturuar në mendjen e saj për të shërbyer Ardeut vet.